Në tubimin në Strumic me rastin e 36 vjetorit të VMRO DPMNE-s, të organizuar nën moton Maqedonia përshpejton detyrimi ynë, kryeministri dhe lideri i partisë në pushtet Hristijan Mickoski u dërgoi mesazh institucioneve europiane se pret garanci të qarta dhe nuk do të ketë kushte të reja bilaterale. Sillni një përfundim se nuk ka më çështje bilaterale, se identiteti shumë shekullor maqedonas, kultura, tradita, zakonet dhe gjua janë fakte të pandryshueshme. Nuk ka pazar me identitetin ton maqedonas. Kryeministri paralajmëroi rikonstruim të qeverisë dhe tha se do të ketë ndryshime për shkak të dobësive të evidentuara në punë. Sipas tij, ndryshimet fillojnë me rikonstruimin e qeverisë. Dobivam poplaki дека делот министрите Nuk do të toleroj dehjen nga privilegjet që i ofron pushteti. Pragu im i tolerancës është i lartë, por kjo nuk do të thotë se do të toleroj papërgjegjshmërinë. Një pjesë e funksionarëve janë larguar nga qytetarët dhe janë bërë të paarritshëm, kurse çdo devijim do të evidentohet dhe sanksionohet. Mickoski dërgoi mesazhe të ashpra ndaj opozitës duke akuzuar për politika të dëmshme dhe kriminalitet, duke theksuar se nuk do të ketë kompromise me krimin. U prononcua edhe për zgjedhjet e parakohshme duke thënë se opozita ka frikë prej tyre. Sipas tij, pushteti është i gatshëm për çdo skenar.